Sipas të dhënave zyrtare, tregu ka funksionuar që nga koriku i vitit 2023 dhe përmbante të dhëna personale të komprometuara për mbi 2600 përdorues dhe 1500 shitës, ndërsa vlera totale e transaksioneve ka tejkaluar $500.000 amerikan. Hetimi është zhvilluar në bashkëpunim me FBI-n, sipas informacionit fillestar të marrë nga Agjencia Amerikane. Mbi bazën e urdhrit gjyqësor të gjykatës themelore Tetov, policia realizoi bastisje në fshatin Reqice Madhe, komuna e Tetovës, të dyshuarit 20 dhe 23 vjeçar, shtetas të Maqedonisë së Veriut, për të cilët ekziston dyshimi se janë administratorët e tregut. Ata u kapën në vendngjarje duke kryer veprën penale për të cilën dyshohen. Gjatë kontrollit u konfiskuan kompjuter, laptop dhe telefona, të cilat do të analizohen për të siguruar provat e nevojshme për procedurën penale. Sektori për krim kompjuterik ka njoftuar se hetimet vazhdojnë për identifikimin e të gjitha personave të përfshirë dhe sigurimin e provave shtesë në përputhje me ligjet në fuqi.